Për shkallëzimi i konfliktit mes Izraelit dhe Iranit po reflektohet drejt për drejt edhe në tregun e turizmit, duke sjellë anullime rezervimesh dhe probleme me fluturimet drejt disa destinacioneve. Sipas operatorit turistik Denis Dema, deri më tani janë regjistruar anullimet të konsiderueshme në fluturimet që nisën nga Shqipëria drejt Dubait, Abu Dhabit dhe zonës së Jordanisë. Ai thekson se nuk ka vetëm anullime nga Shqipëria drejt këtyre destinacioneve, por edhe anullime të udhëtarëve që vinë nga këto vende drejt Shqipërisë. Ka pasur mjaft anullime fluturimesh, edhe nga Shqipëria, fluturime që nisen nga drejt Dubait, Abu Dhabit dhe zonës Jordanisë. Ka pasur anullime dhe janë anulluar fluturime mjaftueshëm, por dhe fluturime që vinë nga ato zona drejt Shqipërisë janë anulluar. Gjithë fluturime direkte ose me tranzit. Hapësirat ajrore të këtyre vendeve janë mbyllur dhe shumica e vendeve europiane, por jo vetëm, po përpiqen që të riadhesojnë qytetarët e tyre nëmjet fluturimeve charter. Sipas tij, kjo periudhë po shfrytëzohet që disa kompani ajrore të rrisin edhe çmimet e biletave. Në periudha luftrash ka gjithmonë spekulime, në periudha krizash dhe gjithmonë çmimet e biletave rriten. Nuk rriten nga ana e operatorëve turistik ose e agjencive të udhëtimit. Çmimet e biletave rriten nga kompanitë ajrore, të cilat gjejnë këtë lloj hapësirash dhe rrisin çmimet e biletave. Ndërkaq, Dema informon qytetarët se fluturimet drejt vendeve të Evropës vijojnë normalisht.